Përshëndetje, unë quhem Elis Baba, jam arkitekt me profesion dhe sot, për shudim time të shumë vite më parë, jam dhe kandidat për deputet në qarkun e Fierit. Pse nisa prezantimin tim të mënyrë? Sepse shumë prej miqve dhe njerëzve që mua më njohin nga afër, patjetër që e dinë që unë kam qëndruar gjithmonë larg politikës. Dhe pse kam qëndruar larg politikës? Sepse e kam parë politikën këtu gjithmonë të përlyer me dallavere, me krimin, me korrupsionin, me çdo gjë të ligë që nuk ka të bëjë asgjë me personin tim. Por sot për sot, unë kam marrë përsipër që të bëj një veprimtari politike për një arsye shumë bazike dhe shumë themelore për mendimin tim. Unë si qytetar i Shqipërisë dhe i vendit ku jetoj, e shoh si një moment historik ku asnjë prej nesh e ka luksin që të qëndrojë asnjanës dhe të qëndrojë indiferent kundrejt atyre që po ndodh. Atëherë, si keni menduar ju që të organizohemi në këtë prag fushate bashkë me antarët, simpatizantët dhe cili është objektivi kryesor për qarkun e Fierit që ka lëvizje bashkë? Interesi ynë kryesor është që të arrijmë sa më afër dhe sa më drejt për drejt me qytetarët, që ata ta dinë që kanë realisht një alternativë sot në Fier dhe mos të kemë vetëm atë kontaktin me lëvizjen bashkë nëpërmjet medias ose nëpërmjet rrjeteve sociale, vetëm nëpërmjet aktivitetit të Tiranës. Ne si lëvizje bashkë jemi një parti demokratike, realisht demokratike, ku themelimi i saj ka ardhur si dëshirë e një grupi që janë marrë me aktivizëm social, ekonomik, politik prej shumë vitesh, dhe në një moment dhe ata e pan momentin e duhur për të kaluar në politikë, sepse kështu mund të kenë një zë më të fortë dhe mund të arrijnë drejt për drejt në ndryshimin e gjërave. Dhe në këtë botë kuptim duhet të them që ne edhe në Fier jemi vazhdimësia më e fortë sot për sot e lëvizjes bashkë në Shqipëri, për arsyen sepse e kemi bashkuar me njëherë këtë botë kuptim të tyre dhe po mundohemi ta transmetojmë sa më gjerë në qarkun e Fierit dhe jo vetëm qarkun e Fierit, por ne tani po flasim për Fierin. Faza që ne jemi tani, jemi faza e kontaktit të drejt për drejt me qytetarët. E kemi kaluar fazën e strukturimit të bazës së Fierit, ku i kemi organizuar antarësinë e cila na shtohet vazhdimisht dhe mbi të gjitha na jep kurajo dhe besim fakti që shumë prej antarëve na vinë, janë ata të zhgënjyrit e partive të tjera të mëdha, aty ku zëri nuk u dëgjohej, aty ku një antar që ka vajtur për të bërë maksimumin dhe të mirën e vet, askush nga drejtuesit ja dëgjon zërin dhe i lën gjithmonë në hije, janë habitur dhe kanë gjetur mirë kuptimin që kur afrohen tek ne jemi të gjithë barabartë dhe dëgjojmë zërin në kujdo që ka ide dhe do ta përmirësojë vendin. Pra, jemi në fazën sot në Fier që organizojmë takime nëpër zona të veçanta nëpër rajonet e Fierit, organizojmë takime drejt për drejt me qytetarë në zyrën tonë që kemi hapur së fundmi, dhe organizojmë dalje dhe takime të drejt për drejta dhe në zonat më të thella të qarkut, këto duke bashkëbiseduar kryesisht në fillim me qytetarët e zonës dhe pastaj duke vajtur der në der. Është shumë e rëndësishme për ne që kur dalim në këto zona, kontaktin ta kemi drejt për drejt me njerëzit. Dhe shumë e rëndësishme që njerëzit ta kenë besimin, na dëgjojnë dhe na transmetojnë ato vështirësi dhe ato probleme që ata kanë kohë që i ngren, por askush nuk i dëgjon ose i dëgjon thjesht për të kaluar radhën. Pra, ne kemi një strategji të tillë që kudo që vemi, bisedojmë, analizojmë problemet që njerëzit kanë, mbajmë shënime për këto probleme dhe mundohemi që në terma afatgjatë t'i kemi parasysh dhe t'i bëjmë këto probleme të përbashkëta për t'i dhënë, për t'i kanalizuar si një zgjidhje e përbashkët dhe jo vetëm individuale. Dhe me këtë po sjell diçka tjetër në vëmendje, që nuk ekziston në parimet tona që qytetari ose antari, ai që është sot më afër me lëvizjen bashkë, nesër do të jetë i vetmi që privilegjohet dhe trajtohet dhe që zgjidhen hallet. Jo.
ne kemi një mendim dhe një bindje që partia nuk duhet të jetë vetëm e atyre që marrin pjesë drejt për drejt në të, por duhet të jetë një mekanizëm për të ndërtuar një shtet që duhet të shërbejë gjithëve, dhe atyre që janë të palës kundërshtare apo kanë një besim politik ndryshe, sepse shteti duhet të jetë gjithëve. Të gjithë qytetarët duhet të jetojnë në harmoni dhe duhet të kenë mirëqenie. Dhe një ndër pikat themelore tonat është realisht ajo që të rrisim nivelin ekonomik të vendit, të rrisim mirëqenie, duke e nxjerrë Shqipërinë nga kjo skamje që vazhdon të thellohet, duke larguar njerëzit sepse nuk shohin një shenjë besimi këtu në vendin e tyre, dhe ne pikërisht të duam të bëjmë, të japim besimin që gjërat të mund ndryshojnë. Pra, në lëvizjen tuaj ka përfaqësime të gjitha moshave, të gjitha profesioneve. Çfarë mund thoni për këtë gjithë përfaqësim që ka Lëvizja Bashkë edhe në listat për kandidatët për deputet, jo vetëm të antarësia? Po, shumë e vërtet, në listat tona për kandidat ka pasur që nga procesi që është filluar, një proces demokratik i brendshëm i bazave, është filluar duke parë ke antarësia jonë, figurat dhe kandidatët e mundshëm, dhe në mënyrë demokratike ato kanë lindur si sugjerime nga vetë antarësia, duke pasur parasysh pikërisht këtë që të ofrojë një larmi dhe një përfaqësim sa më dinjitoz në listat që qytetarët kenë mundësi të zgjedhin. Vendimet pasaj për listat përfundimtare i ka marrë Këshilli Koordinativ i përgjithshëm i partisë, dhe e gjithë ky ka qenë një proces demokratik që ka përfunduar me shprehjen maksimale të pastërtisë në hapësirën sot politike shqiptare, për faktin që ne i kemi dorëzuar këto lista 6 ditë para të gjithë zhurmës që kanë krijuar partitë profesioniste të Shqipërisë që i dorëzojnë në gjysmëorëshin e fundit. Ne i kemi dorëzuar 6 ditë përpara. Dhe brenda listave për kandidat ka figura me larmi, ashtu siç është shoqëria jonë, por mbi të gjitha ka figura që ne jemi munduar që të përfaqësojmë mbi të gjitha njeriu me integritet të lartë moral dhe shoqëror, sepse kjo është mbi të gjitha ajo që ka munguar dhe mungon sot politikës shqiptare. Pastaj kësaj është bashkangjitur seleksionimi dhe përfaqësimi i figurave me nivel të lartë intelektual dhe profesional. Dhe këtu pasi ne kemi figura plot pedagog, kemi profesionistë të fushave të ndryshme që kanë studiuar në Shqipëri, plot që kanë mbaruar doktoraturat, plot që kanë studiuar jashtë, profesionistë, dhe mbi gjitha ne kemi edhe pensionistë dhe një ndërtar dhe spirogoga këtu nga Fieri, pra ndër antarët më aktiv dhe më të dëgjuar të grupit Fieri. Siç kemi Qanishinën në Tiranë, që është dhe përfaqësues i protestave të pensionistëve, organizatori i tyre. Pra ne kemi një larmi dhe një përfaqësi të asaj pjese të shoqërisë dhe të qytetarëve të qarkut Fier, që kushdo do të ndjej krenar dhe i nderuar ta di që nesër është i përfaqësuar në Parlamentin shqiptar. Mbi të gjitha këtë them, sepse unë që nuk jam marrë me politikë, por sot që po merrem, pyes qytetarët kur na bëjnë ata me kuriozitetin e tyre, na pyesin rreth aktivitetit tonë. Dhe unë i pyes, më falni, por mund të më thoni pak cili deputet i tanishëm ju ka përfaqësuar më mirë? Emrin e kujt mund ta veçoni nga të tjerët dhe të më thoni që ky deputet ju do doni që të vazhdonte të punonte. Por jo çudimtime, por për hidhërimin e konstatimit që këtu gjërat janë realisht aq keq, në shumicën e rasteve që unë bëj këtë pyetje, nuk din më thon asnjë emër. Pra, si nga PS-ja, si nga PD-ja, shumica s'di të thoj asnjë emër. Dhe kjo është, mua më duket vërtet ulëritse. Pra, si mund të keshte një parlament me 140 deputet, ku po të bredhësh anë mbar Shqipërisë, ndoshta do njohim vetëm kryetarin dhe servilin më afër kryetarit. Prandaj qytetarët e Fierit, mbi të gjitha, ne po flasim për ta sot, duhet të kenë mundësinë që të ndihen të përfaqësuar në parlament, se në fundit ata po shkojnë të votojnë për të zgjidhur hallet e tyre dhe për të rregulluar nivelin e tyre të jetesës dhe çdo gjë që ata shqetësojnë. Nuk po
vend të votojnë për të më çuar mua, apo Mirelën, apo Arlindin, e kështu me radhë në parlament. Jo, ajo është një konsekuencë që vjen për të zgjidhur një nevojë që ata kanë. Atëherë, cilat janë disa nga shtyllat kryesore të programit të partisë tuaj? Si mbështesni ju arsimin, shëndetësinë, pensionistët, punëtorët? Atëherë, pikë së pari doja të thoja që programi ynë përfundimtar, që është punuar, themi që kam një vit që ka filluar puna. Unë vetë jam munduar të jap një kontributin tim profesionist aty për fushat që unë njoh. Realisht është duke u publikuar këto ditë, pra duke përfunduar, ne do bëjmë një takim në Tiranë ku ja prezantojmë me anëtarësisë tonë. Ndoshta është në fund të muajit, ndoshta është për datën 27, por nuk e kam akoma të konfirmuar. Dhe nga momenti që ne do kemi publikimin zyrtar të programit, mund t'i detajojmë dhe më tepër pikat në brendësi të programit, por në thelb, në parim, unë mund të them patjetër, cilat janë disa nga shtyllat tona. Dhe mbi të gjitha është një kauzë që ne kemi ngritur, siç e keni parë dhe ju vetë, dhe detyroj dhe qeverinë që të dali anë mbanë për Shqipëri. Dhe këtu në Fier ka ardhur disa herë, mbasi ne fillon protestat e organizuara nga pensionistët me mbështetjen e Lëvizjes Bashkë. Dhe sot për sot është vërtet për të ardhur keq dhe më duket tragjike që gjithë ai brez që ka ndërtuar Shqipërinë, realisht ata kur i takon të tregojnë sa kanë punuar, kanë ndërtuar vepra më madhore, nga bonifikimet, nga hidrocentrale, tecin e meradh pafund, dhe sot ata katandisen që nuk kanë lek për të marrë ushqimin apo për të marrë ilaçin. Pra, pensionet është një ndër pikat themelore për të rritur minimumin jetik, i cili duhet të vendosi bazat duhet të startojnë pensionet dhe pagat, që do të thotë pensioni duhet të garantojë një vlerë minimale i bazuar në shportën atë çfarë i duhet një personi minimal për të jetuar, dhe kjo duhet të jetë vlera minimale edhe për atë që nuk ka arritur të punojë, për atë që nuk ka qenë me fat që të derdhi kontributet dhe të ketë një pension më të mirë, edhe ai do marrë një pension minimal që do t'i lejojë dinjitet që të jetojë si njeri. Pra, ky është pensioni zero për çdo. Pastaj, patjetër që do ketë shkallë që do japin më tepër vlerë atyre që kanë bërë më tepër kontribute, por mbi të gjitha ne synojmë që të rrisim nivelin e jetesës, nivelin minimal. Pra, dhe duke filluar nga shtresa më e vojtur sot për sot Shqipëri, ata që janë lënë në arrest, janë lënë bazë dore, janë lënë sikur janë ai personi që ndodhet gjithmonë gati tu, pavarësisht se çfarë gabimesh trashanike, pavarësisht se si e shkel me këmbë qeveria. Por gjëja që ne konstatojmë fatmirësisht, dhe ajo që mund të jetë surpriza e këtyre zgjedhjeve, është që pensionistët realisht janë zgjuar dhe kanë kuptuar që kanë një përfaqësim sot. Ka një përfaqësim që po e ngre zërin e tyre dhe është e bindur, sepse në Lëvizjen Bashkë, siç është Arlindi dhe disa të tjerë, kanë prej vitesh që studiojnë temën e pensionit dhe janë të përgatitur, dhe propozimi ynë është me këmbë në tokë. Dhe nuk është një propozim që të themi që do t'i bëjmë gjithë pasur. Jo, është një propozim real i cili do i japi vërtet një skem pensionesh që do reformojë dhe do rrisi nivelin e tyre. Tjetra është ajo e pagave që prap duhet fillojë duke bazuar nga minimum jetik dhe duke u rritur. Pra, të rrisim nivelin ekonomik të popullatës duke filluar nga shtresat më të dobta. Përsa i përket tjetër që është shtyllë e një shoqërie, është ajo që është degraduar, është goditur nga, unë mendoj me dashje nga qeveritarët tanë, është arsimi. Dhe të kesh sot fëmijë, po dhe jo vetëm fëmijë, që vënë për të blerë, për të bërë shpenzimet dhe nuk din kur po jep kusurin kasierja, shitja, sa lek po i kthen, sepse nuk e din sa bën një çokoladë dhe një molto, kjo është skandaloze. Si arriti analfabetizmi real në këtë nivel që sot? Arsimi do një reformë reale, por duke filluar mbi gjitha nga garantimi i atyre që janë të parët që e japin të mundësi fëmijëve, nga mësuesit. Pra mësuesi duhet të jetë një shtresë vërtet e respektuar dhe e mbrojtur dhe e vlerësuar nga shteti,
dhe rritja e numrit të mësuesve, rritja e cilësisë së tyre, depolitizimi i arsimit, nuk ka lidhje nuk ka pse të ndërhyjë politika me drejtorinë arsimore. Nuk ka pse të jetë drejtori i shkollës një person që nuk ka lidhje nga leximi, nga këndimi apo nga kultura. Pra, arsimi duhet marrë atë që meriton dhe është në një nivel vërtet urgjent dhe duhet ndërhyrje të menjëhershme. Nuk e di pyetje tjetër që më bëre, domethënë për shtyllat po pak a shumë i prekën këto. Tjetër është diçka shumë e rëndësishme, është demokracia aktive, që do të thotë për ne që qytetarët, përveç se vinë njërë në 4 vjet na votojnë, duhet jenë aktiv gjatë gjithë mbarvajtjes së tyre të mandatit. Që do të thotë, në qoftë se qeveria nuk po punon ashtu se ka premtuar, qoftë se qeveria po merr reforma apo masa që vën kundër interesit publik, është publiku ai që duhet të ngrihet dhe të kërkojë llogari. Dhe nuk është vetëm protesta kjo formë e ndërveprimit të tillë, por për shembull janë dhe referendumet për vendime që janë me rëndësi vërtet të interesit publik. Mund të ketë patjetër referendume të përgjithshëm në të gjithë territorin e Shqipërisë, kur vendimarrja është në interes të gjithëve, por mund të jenë dhe referendume me interes lokal. Mund të jenë referendume më të vogël që duan një pjesëmarrje më të vogël. Pra, le të pyetet drejt për drejt opinioni publik se çfarë mendimi ka për një temë reale. Dhe kur themi le të pyetet, le të vendos ai. Jo si këto talljet, propagandat hisyve si na hedh kryeministi i tanishëm, ku mori një vendim për shembull absurd, që është censurë, që është diktaturë, si mbylljen e TikTokut. Është si të thuash ti sot të heqësh nga qarkullimi automjetët, sepse shumë njerëz që ngasin në mënyrë kriminale, po kryejnë krime. Jo, ti ndrysho masat, zbatoj masat që ke marrë me gjitha, mos i jep patentat pa merit, mos e shkel ligjin, nuk ke nevojë të hiqësh makinat. Është si të thuash tani hajt po heqim dhe thikat e bukës nga dyqane, sepse vajte një i çmendër ose një paditur dhe mbleu një thikë dhe kreu një krim. Pra, si e justifikoi këtë kryeministri me dëgjesa publike që vetëm ai e di se ku i ka kryer, dhe thotë un kam pyetur X prindër dhe prandaj un po e mbyll TikTok. 60.000 prindër. 60.000 prindër. Ai e di kur i pyeti këta 60.000 prindër, pse mos ta bënten referendum? Jo 60.000 prindër, por 600.000 qytetarë Shqipërisë do të shpreheshin për këtë dhe merrin ata vendimin. Kaq e thjeshtë është. Pra, kjo është demokracia që të jetë vërtet aktive, ku shoqëria të jetë aktive, mos të flej gjumë dhe të presi, nuk ka pse të gjejë mikun. Jo, shoqëria nuk ka pse gjen mikun, por të bëhet mik me atë që rrethon. Dhe kështu ti kërkon llogari qeverisë që e mira që ai do përfitojë, nuk do jetë favor vetëm për të, por do jetë një mirë e përbashkët për të gjithë. Lëvizja Bashkë ka dalë vetëm në këtë zgjedhje. Ku bazohet kjo siguri kaq e madhe që ka lëvizja juaj në raport me qytetarët cilët do ta votojnë? Atëherë, kjo siguri bazohet në vetdijen tonë dhe në njohjen që ne kemi për çfarë kemi krijuar. Çfarë duhet të them me këtë? Duhet të them që në qoftë se ne kishim sot për sot një lëvizje tjetër si motër tonë, pra që ndante të njëjtat bindje dhe ne ndanim të njëjtin besim për integritetin e tyre dhe për parimet që kanë për zhvillimin e vendit, patjetër që ndoshta sot do na kishit parë të bashkuar dhe me një forcë tjetër që do ishte realisht me parimet dhe krijonte besimin për të bashkëpunuar. Por sot për sot në skemën politike shqiptare, ne nuk kemi gjetur asnjë tjetër të ngjashme me ne. Realisht jemi e vetmi alternativë që nuk ka lidhje fare me asnjë parti tjetër. Dhe si e tillë ne nuk mund të cënonim besimin e atyre që na kanë mbështetur deri më sot, që janë të parët që do zhgënjeshin nëse ne do ndërmerrnim një bashkim që dilte jashtë parimeve që ne kemi. Dhe unë e them është si një shembull që nëse mbledhen tre njerëz me objektivin të bëjnë të njëjtën punë, por secili pastaj merr drejtime të ndryshme, ajo punë nuk ka për të realizuar, dhe e tillë ai bashkim do ishte prishje pune në të vërtetë sesa ti çonte gjërat përpara. Më mirë
ne kemi besimin në forcat tona që kur ta ngrem zërin, ne ta ngrem zërin me vetdije se nuk po na e zhurmon askush zërin. Dhe po të marr një shembull, në rastin që ne bëm protestën për policin që tentoi të vetvritet dhe kërkon ndërheqjen e ministrit të brendshëm dhe ngritëm zërin kundër Zamirmanes oligarkut, ne ishim i vetmi zë i fortë që u ngrit në heshtjen tmerruse që e mbyti qeverinë, e mbyti shtetin, e mbyti median. Bile përkundrazi, partitë e tjera të reja morën dhe iniciativën që të na zhurmonin dhe të na hiqnin vëmendjen kundrejt zërit që ne kemi ngritur. Pra, ky është një rast që tregon që nëse ti bashkohesh me dikë që nuk do që të jetë në sinkron me ty, që të mbajë të njëjtin fjalim me ty, por ndërkohë bën zhurmë, përfundon që as ajo fjalë që ti po thoje nuk do dëgjohet, jo më të dëgjojë me forcë të bashkohet dy persona që thonë njëjtin fjalë. Perceptimi i publikut, paktën nga komentet që bëjnë njerëzit me emra ose anonim në rrjetet sociale ndaj postimeve të qeverisë ose edhe të partive të tjera, është që ka një protestë të heshtur të gjithë këtyre njerëzve, edhe atyre që flasin dhe atyre që nuk flasin, që nuk marrin pjesë në aktivitetet politike të partive të mëdha, nuk përgjigjen në telefona, nuk japin një mendim të tyre. Pra, ky quhet ndryshe dhe elektorati gri. Ju mendoni se prekni me ideat, kauzat, me besimin që keni te qytetari, në mbrojtje të qytetarit, siç e thatë ju me pothuajse në të gjitha protestat jeni juve iniciues. Tragjasi tek Ministria e Brendshme, protestat e punëtorëve. Pra ju keni qenë gjithmonë në anën e publikut që është i papërfaqësuar. Ju si mendoni? Mendoni që ky elektorati gri do votoj masivisht lëvizjen bashk? Atëherë, unë kam një bindje personale, por jo vetëm e ime mendoj, por kam një bindje personale dhe që e them me zë të lartë, ja them atyre që më rrethojnë, themi, që në qoftë se ne nuk kemi një përfaqësi shumë të madhe në parlament, do të jetë vetëm faji ynë. Faji ynë po them si përfaqësues të lëvizjes bashk. Pse po e them këtë? Sepse jam i bindur që nëse ajo shtresa gri që ti po përmend, ta ketë mundësinë të na njofti, ashtu siç ata që na kanë njoftur dhe sot na mbështesin, na përgëzojnë, na thon bravo, na thon kuraj, na thon forca, se nuk jeni vetëm. Pra, nëse ajo shtresë gri arrin të na njofti, unë jam i bindur se do ta marrin besimin e tyre dhe jo vetëm besimin, por shpeshherë marrin në mbështetjen. Pra, nuk jam vetëm votues, por jam mbështetës aktiv që po na bashkohen dhe të them që nga dita në ditë reagimi është maksimal. Unë e shikoj dhe mjaftojnë jo vetëm kontaktet drejt për drejta që kemi, por edhe nëpërmjet videove, për shembull që unë këto ditë kam nisur një tur me disa video që ngre çështje në qytetin e Fierit. Ka kontakte nga njerëz që më thonë, të lutem, hajde kalo ke lagja ime. Çfarë mund të bëj që ta ngrem çështjen që kam unë këtë problem? Pra, njerëzit kanë nevojë të dëgjohen dhe kanë nevojë të dëgjohen nga njerëz që e dinë përse po flasin. Pra, ne jo thjesht po ngrem çështje për probleme sepse probleme ka pafund, por ngrem çështje edhe për probleme që dimë si t'i zgjidhim. Pra, një alternativë serioze. Dhe çështja gri është dhe shtresa gri, është dhe ajo shtresë e cila ka vetdijen qytetare dhe vetdijen që t'i peshoj gjërat kur dëgjon dikë që po flet për të hedhur syve, për të bërë propagandë, dhe dëgjon dikë që siç besoj se mund ta thonë shumë njerëz që këta janë sinqert, më duken të sinqert, hajde t'i vëmë provë. Pra, ne atë kërkojmë që të na vëmë provë, sepse gjëja më tragjike që kanë pas qytetarët e Fierit, po jo vetëm të Fierit në tërë këto vite, është nëse vend të votojnë, janë detyruar të zgjedhin midis së keqes më të vogël, por këto të këqija nuk janë më të vogla, nuk ka më asnjë të vogël aty. Këto janë të këqija maksimale ekstreme të dyja, këto alternativat e vjetra që u jepen. Atëherë si mund të vesh ti tani të zgjedhësh midis vdekjes më të keqe dhe asaj më pak të keqe? Duhet të zgjedhim një alternativë që na jep shpresën, dhe nëse ka një alternativë që po na jep shpresën,
Shtresa gri e ka vetdijen qytetare që ta kuptoj. Është detyra jonë që t'i vëmë, ta na njohi dhe t'i japim mesazhin, t'i japim atë besimin që ne realisht po mundohemi t'i bëjmë gjëra ndryshe dhe realisht po punojmë për të rritur miqësien e të gjithëve. Sepse një ndër gjërat që ndoshta nuk dëlohem të thoni, unë kam një bindje që mendoj se në qoftë se të gjithë komuniteti ku unë jetoj rrotull me, siç mund të them për çdo qytetar, është më mirë se sa unë jam, pra nëse jeton më mirë se unë nesër nëse kam një hall, një problem, jam i bindur që nëse trokasit në njëri nga këta, në mos njëri tjetër do ndihmoj, sepse të gjithë janë më mirë se unë, kështu që e kanë mundsinë. E kundërta ndodh, si e kanë ndërtuar shoqërinë këta hajdutër dhe kriminal që sot na komandojnë. Këta duan të janë vetëm ata mirë dhe populli le të jetë në skamje. Atëherë si mund të kërkosh ndihmë të dikujt që është në skamje? Prandaj do të rritur miqësieni për të gjithë dhe të gjithë të ndihmojnë njëri tjetrin. Atëherë ju do jepni shumë mesazhe gjatë fushatës. Një mesazh që jepni sot për publikun. Mesazhi për publikun është që të dali nga kjo frika e habitshme që kanë disa të shprehurit të lirisë tyre politike. Ta heqin atë merakun se po më dëgjon ky i PS-s apo ky i PD-s, se unë po mbështes filanin apo po mbështes tjetrin. Vota është e lirë, është e vetmja armë që ju keni kundrejt qeverisë dhe është e juaja. Nuk po merr dot askush ditën e votimit, ju e keni në dorë se ku do votoni dhe duhet ta peshoni mirë votën tuaj sepse nuk keni pse ta ankoheni për 4 vjet nëse ju e keni dhënë atë me lehtësinë sa më të madhe, ja keni dhënë atij që po ju mban varur ose ja keni dhënë atij se po kërkon se nder. Jo, i vetmi nder që ju mund t'i bëni vetes suaj, që votën tuaj ta peshoni mirë dhe realisht i bëni llogarit mirë se cila është më e mira për ju. Dhe kjo nuk është një e mirë që të vjen në moment, kjo është një e mirë që të vjen me punë, që duhet ta bëjë një qeveri që të ngrejë reforma reale dhe këto t'i aplikojë. Pra mesazhi për qytetarët është që të bëhen aktiv, të marrin pjesë në takimet që ne organizojmë, por jo vetëm ne. Ta marrin mendimin, shkojnë, unë i sugjeroj deri tek partitë e reja, jo më tutje, ti dëgjojnë në takimet e tyre. Na dëgjojnë, vinë na bëjnë pyetje, vinë na takojnë, të dëgjosh çfarë ka për të thënë dikush që ka marrë mendimin të merr me politikë. Nuk do të thotë që ti do të japësh votën atij, do të thotë që ti po e peshon votën tënde, do të thotë që ti po dëgjon çfarë po them unë, çfarë po thotë tjetri, dhe në fund vendose vetë se ku t'ja japësh. Pra, qytetarët duhet të bëhen aktiv, duhet të dëgjojnë sot, që mos të dëgjojnë nga mëngjesi në darkë siç del ky kryeministri që na ka zënë frymën nga mëngjesi në darkë del duke folur. Pse duhet ta dëgjojnë atë nga mëngjesi në darkë? Ai do të bëjë punën e vet. Puna e vet është qeverisi, jo të llomotisi nga mëngjesi në darkë. Okej, faleminderit atë Elis, ju uroj suksese dhe faleminderit shumë për të në bisedën e ardhshme.